Zotri Muja, më intereson të di se cili është opinioni juaj në lidhje me shpërndarjen e kësaj vote, duke marrë parasysh që tashmë vetë se kemi të qartë ka një mbështetje shumë të madhe nga mërgata për lëvizjen vetëvendosje, të paktën nëse i referohemi zgjedhjeve të 28 të dhjetorit. Për kësaj radhe a e mendoni se do të ketë shpërndarje të votës, kur them të ketë shpërndarje tek zonja Osmani, duke marrë parasysh që edhe ish presidentja ka një numër të madh të diasporës të cilët e mbështesin? Po në fakt këtë nuk mund, kjo do thotë na kemi folë edhe në përgjithësi flitet se futja e zonjës Osmani, bërja pjesë e procesit të përmenda garës politike në një farë forme është paqartësia e vetme në këtë zgjedhje, se sa me të vërtet qytetarët ose votuesit, ata të cilët më herët e kanë votuar zonjën Osmani, do të jenë ata që prapë do ta mbështesin apo jo. Krahasuar me këtë, do thotë është goxha shumë e paditur nëse me të vërtet nga diaspora do të kemi edhe votë konsideruar nga Osmani, për Osmanin, përderisa shohim që angazhimi i vetëvendosjes prapë ka qenë jashtëzakonshëm jashtë në vendet, edhe në këtë parafushat jashtë në vendet e ndryshme të Evropës, dhe disponimi me cilën shihet edhe nëpërmes mjeteve sociale, goxha shumë jep me kuptu që nivohet të konsiderueshme që vjen nga diaspora prapë do shkojë për vetëvendosjen. Nuk e di nëse kjo do të jetë si kur herave të kaluara, ku 70%, 80% ishin për vetëvendosjen, mirë po prapë se prapë, nëse kjo ndodh, atëherë do të kemi nga këto 15-16 deputet që mund të sjellë diaspora, 12 ose 13 do të shkonin prapë për vetëvendosjen. E qartë.